Temperaturat e ulta që kanë mbretëruar nga java kaluar janë shqetësuese për bujqit, sidomos për ata që kanë përfunduar mbjelljet pranverore. Gjavit Alia e Bujk nga fshati Hireq i komunës së Gjakovës thotë se ka pasur disa dëmet e pemet që veç kanë filluar të lullëzojnë. Me qërshia kemi pak dome më të konsiderueshme. Do thotë Monaferra e pat këtu sipërfaqësisht, rrushi Serezit pak, mjedra ka shpëtu mirë, se mjedra nuk është zhvillu hala, se unë kam varietetin Polka, tash nuk e di të tjerë që i kanë varietetet Viljamet edhe Meker, ato veç janë më të avancume, se janë më të shpejta me vegetacion edhe më të hershme. Sipas Bujkut, atij është dashur që në mënyrë primitive të luftojnë temperaturat që ishin në -4 gradë. Fatkeqësisht na ka godit keq. Mirë po, jemi mundu me mbrojt sa do pak me tymosje. Metoda tymosjes është një metodë e vjetër, primitive, po ka dhonë efektin e vetë. Edhe këtu të une, plantacionet janë koder edhe lugin, e ka arrit efektin e vetë si shepat edhe ma parë atje. Mirë po kam bo ta quj një luft 6 orëshe, momenti ma kritik ka qenë prej orës 4 deri në ora 6. Prej orës 4 deri në ora 6 është lajmëruar -3 dhe -4. Ai tha se bujqit duhet të jenë të përgatitur për këtë motë, duke ditur se ka ndryshuar klima në vendin tonë. Vegetacioni në Kosovë, apo ma mirë të thëmë të rreshurat atmosferike, shiu, në Kosovë vije prej mujt shkurt deri në mujin maj 70% e sasisë. Do thotë, mua atëherë kur duhet mas shumë ti, kur fillon vegetacion, edhe temperaturat e larta duhet shiu, ka stagnim në të rreshurat atmosferike. Gjavit Alia i ka 8 hektar të mbjellura me pemë, si që janë aronia, mjedra, qershi, boronicë e të tjera.